Çdo ditë më shumë nga Italia ngrihet alarmi i fuqizimit të mafias shqiptare në bashkëpunim me atë italiane, po bëjnë ligjin në Europë e thënë ndryshe. Dhe të gjitha këto para thuhet që pastrohen në masë në Shqipëri. Çfarë do të thotë ky alert? Ka një specifik të cilën e vlerësojnë edhe në vendet e Amerikës Latine, edhe në vendet e Bashkimit Evropian, grupet kriminale shqiptare konsiderohen grupe cilësore. Që do të thotë? Që do të thotë janë njerëz të besës, janë grupe të vogla, veprojnë me kanun, deklaroi prokurori i Barit në konferencë. Po thashun pra, janë grupe cilësore, janë besnik, nuk tradhtojnë, kryen mirë detyrat, grupet shqiptare nuk kanë shkuar në nivelin e karteleve, siç i përdor politika që i ka interes politika për t'i rritur grupet kriminale dhe për t'i bërë kartel të drogës. Grupet e kriminale të shqiptare janë grupe të strukturuara mirë, janë grupe të vogla, nuk luajnë me cilësinë e mallit, janë besnik se atë çka marrin dhe atë çka u porosit atë lloj materialit të sjellin dhe nuk të lënë në klas. Nuk i kuptim që marrin edhe risk nëse një ngarkesë ju ngel rrugës, ata janë të gatshëm paguajnë pjesën që ju takon. Ajo tjetra që është kryesore është që grupet shqiptare nuk ndërhyjnë në zonat e influencës të një grupi tjetër. Sepse i shmangen konfrontimeve masive, sepse konfrontimet masive normalisht të dekonspirojnë dhe pastaj pranë autoriteteve shtetërore. Pra kanë disa specifika në thonjza, cilësi që nuk i kanë grupet e tjera kriminale. Ndaj edhe janë të vogël në numër dhe janë shumë të vështirë për të zbërthyer nga autoritetet ligjzbatuese në vendet e Bashkimit Evropian. Këto janë cilësitë kryesore që i thotë policia angleze, policia belge, policia italiane, policia spanjolle, franceze, gjermane që e kanë deklaruar që grupet shqiptare janë kaq besnik njëri me tjetrin që ti mund t'i kapish shpesë, por nuk tregojnë për të tjerët. Pra nuk zbërthehen në pikpamje të hetimit për t'i shkuar deri në fund çështjes që ato ndjekin. Dhe ajo çka është ajo kryesorja është për ta përmbyllur këtë pjesë. Ajo çka është kryesorja, kartelet, ata që ju japin punë dhe korridore, domon kanë krijuar një përshtypje që grupet shqiptare janë të besës dhe të kryejnë punë. Pra nuk ta lanë ngarkesën rrugë dhe po ju ngeli për shkak të një operacioni masiv që mund të jetë, ato janë pjesë që përgjigjen, pra janë njerëz që përgjigjen. Dhe për pengesat që mund t'ju dalin, kanë përdorur edhe këtë pjesën e kanunit që kanë përdorur dhe autoritetet, që shqiptarët të marrin në besë, por edhe të heqin, vrasin, kur bëhet fjalë për tradhti. Tani, 2 ditët e fundit janë bërë disa arrestime të rëndësishme në Dubai. Si e vlerëson? Janë arrestuar edhe familjarë të ngushtë, eksponentëve të kërkuar, të rëndësishëm të kësaj bote. Dubai, ne kemi thënë, e kemi trajtuar dhe herë tjera, ne nuk kemi marrëveshje me disa vende. Ose më mirë thomi, Dubai nuk ka marrëveshje me shumë shtete. Nuk ka marrëveshje ekstradimi për sa i përket të dënuarve dhe personave që kanë precedente penale. Por disa nga eksponentët e botës krimit në Shqipëri kanë krijuar probleme dhe në zonën e Emirateve të Bashkuar, në Dubai dhe vende tjera, gjë për të cilën ata nuk tolerojnë. Po që ti mund të kesh bërë namin në gjithë Evropën, në Shqipëri dhe kudo, dhe nuk ke probleme me Emiratet e Bashkuara, dhe nuk ke probleme me Dubai, dhe nuk ke probleme me vendet e tyre, ata nuk të krijojnë probleme, të lënë të qetë, të vazhdojsh punën tënde. Në momentin që ti qoftë edhe përplasësh në një klub nate, bi fjala, apo në një aktivitet sportiv, po që se kryon përplasje, po që se ti kryen vepra penale, vepra të turpshme, ato nuk të tolerojnë. Disa nga eksponentët e botës krimit që janë shqiptar,
që kanë kryer krime në vendet e Bashkimit Evropian dhe në Shqipëri, normalisht nuk janë sjellur mirë, kanë krijuar probleme. Dhe nuk kemi të bëjmë me ekstradim për shkak të një marrëveshje që ka Ministria e Drejtësisë e Shqipërisë me Emiratet e Bashkuara, apo me Katarin, apo me Dubain. Ata quhen deportime policore për shkak të implikimeve tyre. Një problem është shumë serioz që kohët e fundit policia shqiptare ka raporte shumë të mira me Europolin, Eurojustin, të cilat kanë ndihmuar policinë shqiptare në shumë raste me deportimeve e eksponentëve të krimit, edhe për nevojat e hetimit, për të zbardhjen e disa ngjarjeve të rënda kriminale, në të cilat ne e dim shumë mirë se si kemi grupet kriminale të përplasura në Tiranë, në Durrës, në Lezhë, në Elbasan, në Fier, në Vlorë dhe në Shkodër, dhe pikërisht për këtë arsye disa nga të deportuarit janë në aset për organet tona të hetimit, siç është SPAK-u, por edhe për prokuroritë e juridiksionit përgjithshëm dhe për policinë shqiptare, për faktin se ka shumë ngjarje kriminale, sidomos të viteve të fundit, janë mbi 32 atentate me humbjen e mbi 50 jetë njerëzish në Shqipëri, ku dihet që shumica e tyre janë bërë për larje hesapesh të grupeve të strukturuara të trafikut ndërkombëtar të drogës, por edhe për problematika që kanë patur në Shqipëri. Në këtë kuadër, domethënë duhet përgëzuar deportimi i këtyre personave me rrezikshmëri të lartë që janë eksponentë të botës krimit, po që do të shërbejnë agjencive ligjzbatuese në Shqipëri, sidomos